Përshëndetje nga kuzhina e Lirit, sot kam menduar se përgatit një drekë të shishme që ja vlen pra ashtu ta provoni edhe ju. Krejt që kanë nevojitën prej përbërësve janë 3 kaqika të mallaj. I kemi zi me ujë si gjithmonë, një lugë të çajit krip, një lugë të mesme veget, një lugë të çajit ja kom qit hudhër blume ose 2-3 thalbi hudhër edhe ujë edhe jo në zi. Në anën tjetër i marrim pra 6 patate, i kom ngri kështu im. 300 gram orez, e kom pastru orizin mirë deri sa mbet uji i pastër. 2 qep, një karrotë kom ngrit, një lugë mandej të çajit me hudhër e blume, një lugë të çajit veget, një lugë të mesme jo plot me krip, një lugë të gjellës biber të kuq edhe vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E kom lshu pra ploqën, bashkë e qesim vajin se të nxehet me njëherë. I morën tash qep sepse është nxej vaj. Qep, karrotën edhe orizin. Po ashtu patatet. I kavritën. I kemi kavadis orizin edhe patatet për një 5 minuta, tash bismillah marrim longun e mishit të pulës. Tash i marrim melmesat, kripën, vegetën, hudhrën edhe biberin e kuq. Hurën e kemi lshu 230 gradë që të nxehet me parë. E lëmë një 5 minuta kështu se do të ndiq shpëlet. Tash të analim ploqën edhe mishin pulës, kaqikat të qesim. Tepsi. E marrim një furç me qëta longun në ndyrën e dina për mishin edhe me njëherë fusin pra. Tepsi në furën e nxehur. Edhe tepsin e kemi ek prej furrës, e kemi lënë pra në temperaturë 230 gradë për 30 minuta. Mishi pulës për ndryshe kaqikat janë rreshk shumë mirë, po ashtu edhe patatet me orizin që kanë një shije perfekte kur përzihen dyat bashkë. Ja vlen ta provoni e neve na bëft mirë dreka juve, po ashtu nëse provoni. Faleminderit për krahun që ma bëni, komentet e bukura e dini në recetën e radhës. Nga kuzhina e Lirit ju them, miru pafshim.